në moton nuk ka trup, nuk ka krim. Trupat e viktimave të krimeve masive në Kosovë të nxirren nga varrezat. Ata kanë dashur me fshi gjurmët e krimeve. Bile ky aksion, themi, ky plan është dokumentuar në moton nuk ka trup, nuk ka krim. Një notes i një oficeri serb, i cili është përdorur si provë në tribunalin e Hagës, në të shkruan nuk ka trup, nuk ka krim. Aty është marrë vendimi që trupat e viktimave të krimeve masive në Kosovë të nxirren nga varrezat ku janë varrosur, qoftë individuale, qoftë masive, dhe të dërgohen në Serbi. Nuk ka pas provë që fillimisht është para pa Batajnica si një vend, sepse viktimat e para që janë gjetë në Serbi janë gjetë në liçenin Peruçac, në një kamion. Viktimat kanë qenë të rajonit Prizrenit dhe të Suhareks, e pastaj edhe disa herë radhasi janë transportu trupat nga Kosova në Serbi. Duhet mu thënë këtu që nuk janë trupat që janë nxjerrë vetëm nga varrezat masive, të cilat kanë qenë në Kosovë, po edhe nga varrezat individuale, pra trupat të cilat ishin varrosur nga fshatarët. Shembull konkret është Izbica, ku pas masakrës së Izbicës fshatarët janë mbledhur dhe i kanë varrosur në varrezat e fshatit, mirë po ma vonë forcat serbe i kanë ekshumuar ata trupa dhe i kanë bartë në Batajnicë. Pra, pse ka ndodhur kjo? Është sepse ata kanë dashur me fshi gjurmët e krimeve dhe provat e krimeve të pushtetit serb në Kosovë.